Kosova vazhdon të udhëhiqet nga një qeveri në detyrë, ndërkohë ka disa ditë që është saktuar data për zgjedhjet lokale, të cilat do të mbahen me 12 tetor të këtij viti. Disa nga qytetarët e intervistuar sot nuk nguruan të shprehin shqetësimet e tyre lidhur me situatën politike në vend. Kjo çka ndodhi po dihet deri tash. Edhe s'ka dihet fundi. E mu po ndoket që këto lokalet në rregull, duhen më kryse e kanë atë mandatin e përfundimtar. Para se këta dohen mi bë dyjat bashk, ato synimi të në unën nuk muj me thonë 100% që do të ndodhë. Po mu ma mërmena që kjo këtë ndodhë, nuk ka më konë bashk kajtë në regullë. Unë nuk di çfarë dohen ta me paraqit elektoratit për që të ko shka keni arrit, shka keni bo. Në qëtor shka kanë bo dhe ishtash është për turp për pi qeverisë dhe kretë të atjetë. Pra ta shojmë në si popull edhe para disa erëve kënë thonë që na përshrujmë, na nuk po ndëmarrin se që duhet me ndëmarrë kur t'janë çështjet jetike. Da gjithë që shyrë edhe i boj thirrje edhe tjerëve duhet me dalë. Aty është vota për dhe kundër. Kosova duhet sa më shpejt të ketë një stabilitet institucional, tha një tjetër qytetar i intervistuar që rastisi të jetë mërgjimtar. Kjo, presidentja ku kënë Zvicër, si ke, ajo ka komplement për krejt rinisë Kosovës si janë Zvicër. Çfarë fjallë, çfarë reglesh, qështu duhet me konë, njeri. Duhet, pa tjetër duhet. Hala nuk dihet si sikur kush është kryeministër, kush është anena. A keme marrë pjesë në zgjedhjet e? Po. Në Zvicër ka marrë pjesë për para, edhe tash të marrë në krejt. Pse jo? Edhe ja votën qatina se e mërë me tënë. Ndërsa një tjetër tha se pavarësisht sfidave, gatishmëria për të marrë pjesë në zgjedhjet e 12 tetorit është. Është e mundshme, sepse asnjë parti nuk janë më bo parlamentarë. Tonë mendojnë më bo për veti. Tash për tash nuk ka asgjë si duhet. Na tregohet do të merrni pjesë në zgjedhje? Se jam këtu po mendoj se nuk jam në vend këtu. Pas saktimit të datës së zgjedhjeve lokale, presidentja Vjosa Osmani u ka bërë thirrje të gjitha subjekteve politike, organizatave të shoqërisë civile dhe qytetarëve që të qasin këtij procesi me përgjegjësi të plotë, në funksion të garantimit të një procesi gjithëpërfshirës, të rregullt dhe të drejtë.